Fero vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, që kur u larguar nga muzika për t'u përkushtuar fesë islame. Çdo postim i tij lidhet me fenë islame, ndërsa kjo ka bërë që të zgjohet kurreshtja për raportin që e ka me ish-gruan e tij, Arbenita Ismaili. Dyshja u tha se u ndan dhe ka nisur procedurat e divorcit pas akuzave të modeles se ai kishte ushtruar dhunë fizike ndaj saj, por pas deklaratave të fundit të reperit se ai po bëhet praktikues i fesë muslimane, u ngjallën thashëthemet se dyshja janë ritakuar dhe mund të kenë një ribashkim të tyre. Mirë po në një postim të fundit të Ferës në llogarinë e tij në Instagram, reperi tha se ai tashmë nuk ka asnjë lidhje me modelen. Më tutje ai shtoi se secili ka jetën e vet dhe se ka respekt të ndërsjellët, pasi janë dhe prindër të një vajze. Jam musliman tani dhe nuk kam lidhje me atë që bën ish-gruaja ime. Secili e kemi jetën me respekt për njëri tjetrin, sepse kemi një vajzë, por sot jam musliman dhe nuk kam fare lidhje me të. Ajo zgjodhi jetën e saj, ka shkruar Fera në postim.